Vajza është gjithçka. Vajza është gjithçka. Unë një vajzë kam pas mundësi me bëu 2 edhe 3, kupton, po tash për momentin, për mendimin tim është vajza gjithçka 2, 3, 4 vajza, 5, edhe nëse që mund t'i kesh që kupton me fjalës nuk do të thotë ndonjë gjë. Ndryshim që është vajzë, ka 4 vajza, 3 vajza, 2 vajza, s'ka një çun, si themi kështu, kupton. Mund nuk mungon fare. Po diferencën janë më të dashura. Padyshim janë më të dashura vajzat. Jo që kam unë, kupton një vajzë. Po kështu është, e përgjithshme janë më të dashura. Përshëndetje. Ç'është kem? Mirë. Si po kalon? Mirë, kalon, mirë, përgjithësi mirë. Në kajt po na vjen? Unë vjen nga Kuksi, për momentin rrin në Kukës, rrin në Itali. Në Itali jeni? Po. A jeni me familje aty? Me familje. Sa fëmijë keni fal? Një vajzë. Vetëm një vajzë keni? Po. Djem nuk keni? Ja. A më dërgon, sa ta përmbush, domethënë vajza gjithë atë familjen që ti ke menduar? Vajza është gjithçka. Vajza është gjithçka. Unë një vajzë kam. Edhe ata. Edhe kam pas mundësi me bëu 2 edhe 3, kupton, po tash për momentin, për mendimin tim është vajza gjithçka 2, 3, 4 vajza, 5, edhe nëse që mund t'i kesh që kupton me fjalës nuk do të thotë ndonjë gjë. Në Kosovë vajzat disi ma pak I dojmë, se di. Normale se vajte mentaliteti edhe alaj çik kështu, po edhe këtu ndryshojnë gjërat. Se kështu që ka qenë edhe sistemi në fillimin. Edhe Shqipëria I ka pas të gjëra, kupton, po tash kanë ndryshuar gjërat, nuk ka ndonjë ndryshim që është vajzë, ka 4 vajza, 3 vajza, 2 vajza, s'ka një çun, si themi kështu, kupton. Mund nuk mungon fare, nuk në këtë problem jam shumë I sinqert, domethënë. Sa është avancu një vajzë sot, në ditët e sotit? Po, ndryshime ka, patjetër, ndryshimi është. Në gjithë Shqipërinë po flasim se bota tjetër ka qenë gjithmonë më zhvilluar, po dhe këtu kanë ndryshuar gjërat. Edhe shumë mirë që kanë ndryshuar, civilizimi janë zhvilluar më tepër, janë më të lira, janë më libertà. Edhe ashtu duhet të jetë. Pse të rria vajza mrenë, se a kupton si përpara si kishin. Kështu që janë normale të gjëra, a kupton. A kam gabim. Ja, është mendimit, është normale. Ka qenë shumë, tash normale kanë edhe më mirë është që është libertaja. A kupton? Libertaja po normalisht ka kufirin, si thosh edhe nga familja, nga prindit që duhet të jetë edukacioni I prindit. Pero libertaja është e rëndësishme. Edukatori në një fëmijë, sipas teja, a mendon që shtylla kryesore është familja që ai jep? Në çfarë sensi? Në kulturën, në gjitha ato edukatë. Familja është baza. Familja është baza e përgjithshme. Edukimi. A kupton? Gjithë është nga prindit, nga familja, nga baza. Baza kryesore është prindi. A kupton? Nga fëmija që të rritet, kur lind, rritet, edukatën. Kështu që duhet jemi të gjithë a kupton? Ndërgjegjshëm. Ti jeton jashtë, apo? Po. Me të dha mundësia vajzës, a I kishte nda pasuri? Si është dhënë pasuri? Pasurin, domethënë mi dhanë vajzës, sepse patjetër. Patjetër, ke përgjegjësinë që ke lind. Do jepsh edukatën, do jepsh mundësitë që do jepsh punësimin ta punësosh në jetë, edhe pasurinë ti për vajzën, për çfarë do kesh? Për fëmin. Normalisht. A duhet bërë dallime me vajzë edhe dy djem, nëse pasuri duhet me dha djalit më shumë, vajzës. Kjo nuk ka ndryshim, kjo do të jetë një lloj. Si vajzën, si djalin. Janë një lloj gjitha. A mendon që janë anshkallën pak vajzat më shumë se djemt, përgjithësisht të shqiptarët? Shqiptarët kanë ndryshime, hala, është kjo mangësia që shohin hala qunin, shohin më tepër, a kupton, djalin shohin, a kupton. Ato, po tash kanë ndryshuar, me sa e shohun kanë ndryshuar edhe këto, se janë të gjitha po thjesht barabar. Me sa kupton. Po kanë ndryshuar shumë gjanat, kanë ndryshuar. Po nuk ka ndryshim, a kupton. Si quni, si djali, si gjithë janë një lloj. Fëmia është një lloj. Gjithë ta gëzojnë. Ma ato mundësi që gjithë, një lloj. Një lloj, ti ke dy fëmijë, do të vendosh një lloj, a kupton pasurinë. Ata që ke, a kupton se tash. Këtu tek ne thonë se një vajzë merr pasurinë, tani te familja e prindit është ma probleme ardh, se e ka marr pasurinë.
Vabbè, në varet kultura e familjes e rritja. Kur rritet, a kupton, se në varet se si trajtojnë, a kupton. Kjo është, pastaj mirë është që të gjithë një lloj. Pasëria dahet një lloj. A kupton. A e kam gabim? Mendimi yt. Apo na jepni një mesazh për gjithë vajzat? Edhe për gjithë ata prind që kanë vajza. Mendimin tim është për gjithë ato prind që kanë vajza, janë të nderuar, a kupton, të gjithë. Vajzat janë shumë, një lloj janë, po janë edhe këta mund të bëjë diferencën, janë më të dashura. Padyshim janë më të dashura vajzat. Jo që kam unë, a kupton një vajzë. Po, kështu është, e përgjithshme janë më të dashura. Po që është pika më e dobët e prindëve. Vajza është, a kupton. Edhe te ju kjo është. Është më afërt me prindët, a kupton, më afërt. Kjo është e rëndësishme. Faleminderit, respekt.